الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Lavdi dhe falëndrimi është për Allahun fuqiplot, të cilën e besojmë se Zoti i vetëm që meriton këto falëndrime dhe lëvdata. Salavat e selamet e dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili është mëshira e njerëzimit. Këto lutje qofshin për familjen, shokët dhe gjithë besimtarët që të ndjekin rrugën e tij deri në kiamet. Të nderuar vëllezër, në radhitje kemi titullin disa nga rastet e fuqisë së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Njëna prej tyre është hadithi e Abu Hurairës, ku Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar që besimtari me ngjit agjërimin, me ngjit, domethënë me agjëru ma shumë se një ditë pa bën iftar edhe pa syfër. Ka agjëru sot, ka hyrë iftari, s'ka prish, ka vazhdu, ka arë syfyri, s'ka hongër apet syfër. I kanë gjitë 2 e ma shumë ditë. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka ndalu diçka të tillë, por sahabët e kanë ditë gjendjen e tij deri në detajin më të vogël. Edhe i kanë thonë, ja Resulullah, na në rregull s'po e ngjesim agjërimin, ama ti po e ngjet. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, unë nuk jam sikur se ju. Gjendja jame fizike nuk është si e juja, sepse mua me ushqen edhe më jep për të pi Allahu xhalla shanuhu. Pastaj ata insistuan edhe ata me ngjit agjërimin. Resulullah sallallahu alaihi wasallam vazhdoi me ta, thanë rregull, vazhdoi disa ditë. Këtu përmendet një ditë, pastaj apet një ditë. Edhe kur e pan, thot, erdh hana e re, u kry Ramazani. Edhe ju tha sahabëve, sikur të mos ish kry Ramazani, kisha me vazhdu hala me ngjit. Transmetohet nga Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu, nipje Abu Bekrit, djali i vajzës e Abu Bekrit, djali i njënit prej 10 të përgëzuarve me xhenet, se ai pas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wasalam i kanë gjitë ditët e agjërimit deri në 12 ditë. Pa hongër, pa pikur gjë, pa iftar, pa syfër. Normal, ulemat pastaj kanë diskutuar rreth kësaj mesele, nuk është tema jonë, është tema e fuqisë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ulemaja kanë sqaru se si Allahu xhalla shanuhu e ka ngop edhe i ka dhënë për të pi pejgamberit alayhi salatu wasalam. A është për qëllim kjo një ndërhyrje hyjnore përmes të cilës Allahu i ka dhënë fuqi që mos me pas nevojë me ngrënë me pi, apo vërtet Allahu ka bën mrekulli, çuçi i ka thënë Meriemës, nanës e Isës, ushqim në dhomë, ushqimet jo të kohës së zakonshme, jo të sezonës, qashtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mos rastësisht i ka thënë ushqim ama jo në dhomë, por në bark, në lukthin e tij. Gjithsesi, e rëndësishme është që ai nuk ka ndje etje e asuri, edhe në mrekullit e kohës, edhe në shekullin tonë na kemi ndëgju, edhe është vërtetu se në përgërmadhat e tërmeteve në vendet e ndryshme islame, kur ka ndodhur tërmetet, me javë të tëra ka nejt fëmija në ngërmadha. Kur e kanë nxjerrë fëmin, i kanë thonë, a është unt? Thot jo, se kom hongër, kom pi, ka ardhur, ka dhënë dikush. Kanë mendu mos ka të bëj diçka me psikikën e atij personi, do thonë ju ka dok njeri prej stresit në ngërmadha, ka mujt me lujt psikikisht. Kur e kanë marrë dhe i kanë bërë analiza, e kanë vërtetu se ai është i ngopur, për në me lukthi ti është i mbushur me ushqim. Këto na themi janë mrekullit Allahu xhalla shanuhu apo keramete, se mrekullit janë për pejgambert, kerametet janë për besimtarët, janë një kategori më e ulët se sa mrekullit. Mrekullit i vjen veç pejgamberëve.
Pra, kjo ka qenë. Pastaj kemi tjetër thot edhe rasti kur e kanë qel Hendekun, e dini në betejën e cila është kërkuar me u qel shumë shpejt për shkak se armiku veç o kontu ardh, edhe mos me i nxon para kohë, kanë vazhdu duke qel, duke thy gur, se vend me gur Medinja është, përveç asaj pjesës ku ka kopshte, pjesa tjetër është gurin. Atër ka ndodhë kur dy sene Resulullah s.a.s. i ka ba në këto udhtim, në këtë rast. E para, ka bajt gur, jo vetëm një, po i ka bajt ka dy gur. Krejtë kanë bajt ka një, Resulullah s.a.s. ka dy, për me i largu. Edhe sahabët kër e kanë pa, prej tyne Ibn Abbasi, kanë qa. Se ju e dini Allahu Gjellëshanu ka vendos pejgamberin mes asajt që të zgjedh me qenë mbret, me u nënshtru të ndonjaja, edhe mes asaj me qenë rob, i përullur edhe i thjesht. Pejgamberi a.s. ka zgjedh që tjetë rob, i thjesht. Edhe me gjithata nuk është dorëzu. Kjo e para, dhe mon ka bajt gur. Edhe dyta, në Hendek, gjithashtu, kur kanë ndodhë që sahabët mos me mujt me thuj një gur, e kanë thirë pejgamberin a.s. edhe aj e ka thy. Kjo e ka thy pejgamberi sallallahu a.s. do ta isha komentuar nga dy kënde. I pari, edhe guri, edhe druri, edhe gjallësat. E gjalla që kanë shpirt, edhe ato të ngurta. E kanë respektu pejgamberin a.s. për shkak se ai ka qenë i dashuri, i zgjedhuri i Allahut. E kanë respektu. I janë nënshtru. Kjo e para. E dyta, pashtu pejgamberit a.s. Allahu i ka dhënë fuqi. Tash do ta shohim se sa fuqinë sa burrave ka pas pejgamberi a.s. Edhe kur i ka ra çekiç gurit, edhe guri është caktu për respekt ndaj pejgamberit a.s. Transmetohet në Sahihun e Buhariut, transmetimi e Enesit radhiyallahu anhu, se pejgamberi a.s. e ka pas fuqin me një transmetim thot të 30 burrave. Të 30 burrave. Në transmetimin tjetër, dikun është përmend të 40 burrave. Kjo e kemi pra vetës 30-shen. Të ndërum vëllezër, pejgamberi a.s. ka qenë i nderuar nga Zoti me të gjitha aspektet, si ato psikologjik, tjetrën me iman, edhe ato fizik. Kur e kanë fol me zvete sahabët, me selën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka qenë i forca 30 burra apo 40, Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka ditë këtë mesele që ata po e flasin. Edhe nuk i ka kundërshtu. Ibn Hajeri, një komentus i veçantë i Sahihut të Buhariut, kur e komenton këtë rast, thot, kemi pas rast kur kemi lexu se fuqia e tij sa 30 burra apo 40 nuk është për qëllim fuqi e burrave të kësaj bote, por fuqi e burrave të xhenetit, ku një burr i xhenetit ka fuqinë e 10 burrave të, apo më falni, të 100 burrave të kësaj bote, 100 burrave. Që i bie se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ketë pas fuqinë e 3000 ose 4000 burrave. Por kjo mbetet
me një pikpyetje për këtë botë fjala. A ka qenë sa 30 burra në këtë dunja, apo sa 30 burra të xhenetit, e 30 burra të xhenetit sa 3000 burra të dunjas. Këto përdobi merreni, mbetet një diskutim që inshallah me pa neve në botën tjetër, cila është për qëllim, sepse në botën tjetër çdo send do të sqarohet para Allahut. Ato pikpyetje që i kemi i sqarojmë para Zotit. Mirë. A ka raste kur përveç thymjes së gurit, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka tregu veten e tij? Po. Na duhet ta përmendim, po me kujdes në shprehje. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në një kuror i ka pas 11 gra. Edhe brenda natës ka shkuar të gjitha prej tyne. Kjo është një prej argumenteve të fuqisë së pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe është një mrekulli në vete ku ulemaja kur e kanë komentuar këto, kanë thonë nuk është vetëm thjesht fuqi që ka shkuar tek të gjitha ato, por është edhe një mesele tjetër ku pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka ngrënë shumë ushqim. Zakonisht njeriu i cili harxhon energji ka nevojë për energji. Energjia vjen nga ushqimi. Ushqimi i mirë, ushqimi i rregullt. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka pas me mujt të tërë që ka jetu veç me 3 hurma. Edhe ka jetu veç me ujë. Në shtëpinë e tij nuk është ndes zjarr për tu zi një gjell, për tu bën një yemek. Kjo e para. Mesele tjetër, domethënë guri, e përmendëm, që thyhej. Tjetra që kishte mundësi të lëvizte në përdhomat e bashkëshorteve të tij për intimitat është fjala. Mrena natës të gjitha që i kishte 11, mrena një kunore. Pastaj kemi rastin kur njëri prej jo muslimanëve në Mekë e ka pas emrin Rukan ibn Yazid. Ka qenë Mekeli, kushëri i pejgamberit alayhi salatu wasalam, por ka qenë i fortë fizikisht. Për mundje nuk ka njoft ai vend, nuk ka njoft ata njerëz nga dishullin arabik më të fortë se ai për mundje. I kemi 2 persona të cilët kanë qenë të veçantë në këtë mesele. E para, Rukane, që kë, por edhe Khalid ibn Walidi. Khalid ibn Walidi e ka pas një veçori tjetër që përveç mundjes ka ditë t'i përdorë edhe armët. Shpatën, shtizën, shigjetën, ka vrapu shumë, Khalidi dëmon edhe ka bëu shtrime. E ky veç ka qenë i veçantë Rukane veç për mundje. Khalidi ka pas aftësi tjera, dëmon shumë më të mëdha, plus Khalidi e ka pas edhe një të veçantë që ka qenë edhe strateg ushtarak. Ky Rukanën, jo, ky ka dalë në 2 luftim edhe kur gjë kërkuj. Ama në 2 luftim nuk ka mujt kush me në poshtë. Njëherë e ka pa pejgamberin alayhi salatu wassalam në rrugë. Lajmin e tij e ka ndëgju, ka ditë kush është, që po i thot vetës pejgamber. Edhe i ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur e ka pa këtë burr i ka thonë: "O Rukane, pse s'po i tutesh Zotit e më u bë edhe ti musliman? E me ardh mira Allahit në sejdë." Ky i thot: "Jo, se ti nuk jam të besu." Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka pas një strategji të thirrjes që gjithë secillit njeri i ka fol nga ajo botë, ai kënd që ata apo ai e ka kuptu. Secillit. Këtij personi
I ka fol nga dera që ky kupton. I ka thonë mirë. Rukana mirë. Shiko çfarë strategji. Ai është i fortë. Ai ka mend veç të mundja. Ai jeton me çat punë. Jeton ai kënaqet edhe në përdarsma, në përdekje, ai ka me fol veç ku mund filonin e ku mëzu fistekin. Ati nëse i fol për qysh me miell bafçe, ai si ka mend aty. Çka duhet mi bë davet qysh me afru? Nga kondi i tij, i ka thonë Rukane, ti je i fortë, po. Atë ka mund dukush në herë kur thot në botë. S'ka pas thot njëri që ka mujt trupin tem me shtrin tokë. Edhe ky ka pas një strategji që kur ka lyp dy luftim, ka lyp në syt njerëzve, me pa kret. Edhe e ka mund, po edhe ka pas një vest tjetër që gjithmonë njërit ja ka vu pastaj kur e ka rëzu komën në ftyrë. Për me në nështru mës me qu kryaj, për ta njetën. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka thonë, nëse unë dal me ty në sfid, edhe të muni, a më besësh, a pranën islamin. Kë, pa një pa dy, tha po. Pse i thoshte po? Sepse qa që ishi bindën në fitoren e vetë, sa nuk e diskutante një gjatë të tillë. Bile, se në për disa libra të historisë përmendet pjesë kjo histori, unë jam mundu me e mbledh, me afru, me kriju një verzion kështu të përbashkët të mbledh copat ane edhe knej. Ka një transmetim që ky i ka thonë, ky ka pas dele, i ka thonë leqe, të besoj unë ty, po, ajo po se po. Po, por nëse mund t'i fali 100 dele, t'i fali 100 dele. Kishtë aty për rrethi njerëz, po jo shumë që o konë zanat aji me dalën për ato garat e veta. Atër ju afru pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe në momentin që e kapi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e përmendëm ka pas fuqin e 30 ose të 40 burrave. Resulullah sallallahu alaihi wasallam e shtrini për toke me njëherë. Sa ati nuk ja mirë kemenja, por njeri është i tillë, sa nuk më i keme kuptu që është ndodhë kja. Hajde mos rastisht, tha prit Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Tha edhe njëherë, çka u bo me mu? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në rregull, ky tash me atë verzionin e deleve, tash po duhet edhe 100 mja dhonë, parat 100 i shkun. Tha, edhe njëherë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe njëherë, e kapi bam për toke. Tash filloj me besu, ama s'ja kojke, dhe ishte me mbledh forcën. Tha edhe njëherë. Resulullah sallallahu alaihi wasallam mërzaj. U qunë kam, tha, nuk kam tekst, s'kam fjallë, çka u bo me mu kështu. S'ka njeri në botë që ka mujtë mu me mërzu. Qa që ka qenë i fortë sa i ka sfidu njerës edhe likurën e devës e ka kapë, kur e kanë prej devën, likurën e devës edhe e ka qa. Janë gjitë kaniona ona tjetra, e ka qa, që është ndoshta duhet me qindra, më së me 1000 kilogram për me pas tërheqen për me mujtë me shky. I tha pejgamberit alayhi salatu wassalam, tha, s'po muj me dhonë koment për ngjarjen me ty. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa që s'dën me besu. I tha, apo dën hala me të vërtetu që unë jam pejgamber? I tha, qysh ma vërtetën? Thot, qka po dën? E pa një pëmë që aty, tha, thuj që asoj pëmës le t'vjenet të ti. Me një transmetim, i tha, thuj le t'vjenet le t'jepe selam, në transmetimin tjetër, pëma ishte me 2 degë. Tha, gjysa knena le t'vjen të ti, gjysa le të rinë ven. Shikon, kur njeri nuk do me besu, kur njeri dën me gjithë vegza, a i ka me ta gjithë ka me bot diqka që ti badjava, ama na nuk duhet
mu dërzu me thonë, apo bëna i gara, ti dush më munu me atë tonën. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pëmës, në emën të Allahit. Pëma erdhe të pejgamberi alaihi salatu wasalam, me një transmitim i dha selam. Selam aleikum, i tha pejgamberi alaihi salatu wasalam, aleikum selam. Tash ta rukane, tash ta le shkojnë në vend. Shkojnë në vend, unë gjithë matë pjesën tjetër, e tash ta, e kapi kryt, tash ta, ma ke pështelu kreta, më ke bo magji, më ke të rollavë. Edhe i ke. Se pranoj islamin. Ka një transmitim, por është pak ma i dëpë, ma e sakta, në biografit të burri, nuk e ka pranu qëtu islamin, ka pranu masane. Por, dikun, se këto e në transmitime historike të dashur vllazën, në historinë islame, të jam i qartë me juve, merë një këtë regull. Në historinë islame kemi dy transmitime. Transmitime të haditheve, mbi të cilat ngritet feja, që është Sahihu i Buhariut, Sahihu i Muslimit. Këtu nuk pranohen dy verzione. Nuk pranohen. Tu du të më konë çdo sen e sakt edhe e pastër sikur se loti. Verzionet me 2-3 mundësia janë transmetimet historike. Ngjarjet, që është beteja, ky e kapi këta, ai e boni ata, ky i mshej atij. Historitë pranohen, nuk qyret me lup. Atë dispozitat sa reqati ka farzi drejkës, këtu nuk ka dy verzione të re. Ose lypët 100% ose u krye filmi. Prandaj ky transmetim historik ka lehtësime. Ky burr, këtë transmetim nuk e pranoi çatu islamin. Por pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ja murr delet. 300, i patëm bo 300. Në transmetimin tjetër thot ka dëshmu shahadetin, por më e sakta është se ky burr e ka pranu islamin në vitin e 9 të hijretit, diku mas 5-6 vjetë, ose ma shumë i bie, se pejgamberi ka qenë pa bon hijret akoma, kur ka ndodhë kjo histori. Në hijret, apo më falë, kur pejgamberi ka qliru Mekën, ky ka ardhur dhe ka pranu islamin. Ka ra shahadet, edhe e ka një histori me bashortën e tij se si e ka lëshu, e ka shkruarzu, ka ardhur te pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe është anku. Thot, ja Rasulallah, e lëshova me njet, i ka thonë, je lëshu me përgjithmonë. Pa e ka pas njet shkruarzimin e parë, sepse në islam ka drejt 2 herë mu shkruarzu gruaja dhe mrena një kohë, është afati kohor, mundet me kthy. Mos pi bjerë pishman një muj, burre dhe me kthy. Për stretin e se lëshan, s'ka drejt ma me kthy. Se s'luhet ma qëtë e baba për dit. Prandaj, keni kujdes, shkruarzimi edhe për hajgare nuk ban. Nuk ban për hajgare. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, 3 sene edhe hajgare janë për një me. Cëllat ja Rasulallah, shkruarzimi i grus, fejesa e qikës, edhe lirimi i robit, në atë kohë ka pas rob. Zban për hajgare mi thonë, të lirova, ha, bona hajgare, s'ka. A thaje të lirova. Qikën, po mërë për ta bëj për hajrë, hajde për hajrë, bona hajgare, s'ka hajgare. Grun, shka të babaj të lëshu me jetë, të kumë shkurorzu. Mas 2 ditë e të smërë se kumë bona hajgare, s'ka. E kë, ka menu njerë, po shprejen e ka thonë që pejgamberi i ka thonë, a ke pas për qëllim 1 herë a 3 herë? Thotë, ja Rasulallah 1 herë, më kom pas për qëllim, po ku për mund gabova. Atër pejgamberi sallallahu i ka thonë, në bazë të niyetit që ke pas, e ka kthy bashortën e tij. Pra, Rukane, Ibn Yazid, ka qenë burri më i fortë që ka njoft për mundje historia islame, por me gjithatë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ka sfidu, sepse pejgamberi ka pas fuqinë 30 apo 40 burrave. Historia islame përmend 2 pejgamberë të cilët kanë qenë më të fortit fizikisht. Këta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam edhe Musa alaihi salam. Musa alaihi salam i ka pas disa veprime në të cilat është vërtetuar fuqia e tij. E para, kur guri, Musa alaihi salam ka qenë i turpshëm. Edhe ka shku është lanë ndrim, po thamë që është në rek. Mos thamë ndete, se thojnë ata që ngojnë kamerë, thojnë pejgamber pas kanë shku ndete, a pshet që ban me shku është ndete. Ndete ban me shku, pas ban haram, ku ka haram.
se uji si uji nuk është haram. Edhe Musa i kalon teshat ngurë dhe kanë fillu Banu Israilit me thonë, Musa ka naj behane në trup, për që ato përlohat veç. Kanë dasht me ngjit bishta në fizikun e ti. Atër Allahu Gjeleshanu i ka thonë gurit, a di qka? Gurit, se Zoti kur kujt do i folë edhe urnon, kapet dhe këta tesha dhe ik. Ka me shku, guri, o Zot, shko tha bashka ata ka janë ata dyftyrshat, ata që po lam për Musa a.s. që po folin. Musa a.s. për një gurin, pa tesha. Guri ik, ka shkoj ka ata, mësën ata metën, o Musa, po Musa mirë është, po Musa i turpshëm, i vjen marë Musa, po tani me pa Musa në që shdo shene. Kër e nëzu Musa a.s. i ra grusht gurit, cek historia islame, ja boni shaja, do më thonë copa, i heket copa me grusht. Musa a.s. e ka dhe në Kur'an historinë kur njonit veç e ka shtyn me grushtin e ti e ka mytë në vend. Po ashtu kur Allah ka përmenë në Kur'an edhe gurin përmi që konë përmi bunar, përmendet 10 burra me nxe kanë hek, Musa a.s. ka hek vetë. Prandaj ulemat mes kësaj fuqisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Musa a.s. kanë diskutuar se në anën fizike, anën psikologjike, të dytë i kanë pasur vështirësitë e veta. Të dytë janë ballafaqur me armiqtë më dhaj, edhe pse Musa e ka historinë e ngjashme me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Tut. Cillën Tut? Kur i ka ardhur shpallja për herë të parë. Musa a.s. kur i ka ardhur shpallja, që i ka folë Allahu xhaleshanu në luginën apo kodrinën, atje o dridh Musa a.s. Edhe Zoti xhaleshanu tu dridh shumë, Zoti e ka pas shtagën Musa a.s. I ka thonë për mja hup, me qetësu pak i ka thonë, qka o që e shtaga që i ki ndorë, Zoti ka ditë qka o shtaga, por krejën strategji edhe i këshillojmë edhe mësusat, edhe edukatorët, edhe mjekët e fëmijëve, pediatrat, që kur ti vjen një fëmijë, ose pse jo edhe hoxha nëse një fëmijë ka, me fillu me fëmijën me do pyetje cilat e qetësojnë ata, çysh e ki emrin, sa vjet i ki, sa i rrit, a jetë shku, me kësi pyetje me u shliru pak fëmija. Sa i tutët kur shkon të doktori, a i zakonisht e ka menën të, kam i dhonë gjylpon doktori, ku e di qka, ose ka me bosunet, menë fëmija. Allahu Gjeleshanu i ka thonë Musës për me qetësu, shka në ky shkop. Për mu qetësu Musa a.s. Musa për dhe unë i shty dhënd, na i thëmë mja vit delet, e dini këtë fjalë se përdorim. Edhe ka thonë bëj do pun tjera, ka thonë i vynë. E ka qetësu. Ama tut Musa a.s. është dridh në fillim. Njëjtë është dridh edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në shpellën Hira. Kur i ka Xhibrili a.s. dhe ka shtrëngu sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka ratë të poshtë malit, ajo është mali i thepisur, ka ngohet qatë shumë sa o tut mos porzohet edhe po mytët, se prej tutës ka shku në shpellë dhe është mbulu të u dridh. Prandaj kanë historitë të ngjashme, çka është e jona për përfundim. Një hadith po e jap një mesazh, Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë el-mu'minu al-qawi khayrun wa habbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if. Besimtari i fortë është më i mirë edhe më i dashur te Allahu se sa besimtari i dobët. Edhe pse thotë të gjithë ka hajër. Çka kuptohet kjo? Nuk kuptohet vetëm fuqia fizike, por kjo në secilën kohë, në secilën drejtim, njeriu në çat drejtimin që i ka prinj, duhet më koni fort. Dikush e ka memorien e fort, dikush e ka pozitën në shoqëri të fort, dikush e ka xhepin e fort, jo të fort kepën fort, për të mushën me pare, që i vyn islamit. Dikush din me bën debat, edhe del në televizor e dini me do analistat sugjukit, edhe bën debat me ta, e jo çdo kush me dal me bën debat dër aty më mshel goja edhe masën e valla jam mshelën gojën filan hoxhës. Si e për debate mos del. Le ato që është Allahu që e ka fal për çat. Se cili le ta bëjë punën e vet musliman të fortë, duhet më kanë gjithë se cilin drejtimin e vet. Je për më mësu fëmit, mësoj fëmit. Je me pastru xhamin, pastroj xhamin, për çato të ka fal Allahu. Mos i hin punëve të huaja. E se cili më kanë i fort në drejtimin e vet.
Prandaj Allahu xhaleshanu e dani besimtar, krejtve ka hajër. Secili musliman ka hajër. Ama e ke marrë një drejtim që ati drejtimi jepja hakin. Ka të dashur vëllezër, lutë Allahun xhaleshanu